Ka histori që nuk shkruhen vetëm në libra, ato jetojnë në gjuhë, në këngë, jetojnë në fjalët e stërgjyshëve tanë, jetojnë në kulturën e komuniteteve dhe na bën që të themi ne ende jetojmë këtu. Sot në ligjërim ne do të udhtojmë drejt botës arbëreshe, në një botë ku gjuha është kulturë e ku kultura më pas është identitet. Unë kam të ftuar këtu sot studiuesen dhe profesoreshën, zonjën Emilia Komfort, pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë shqipe që po mbahet këtë ditë në Prishtinë. Zonja Emilia, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Jam shumë e nderuar që ju jeni sot këtu dhe do të shëtisim bashkë në për botën arbëreshe. Në botë arbëresh, po. Sa herë i përmendim arbëreshët, kemi një nder që ata janë gjaku ynë që e ka ruajtur prej kaq shumë shekujsh gjuhën, kulturën, këngët, brez pas brezi. Si ju sot do ta përkufizonit gjithë identitetin arbëresh? Çka e ka mbajtur gjallë pas kaq shumë shekujsh? Unë mendoj se e rëndësishme është nacionalizmi, që është mbrëm gjithë shqiptarët në botë. E kemi në gjak. Po, e kemi në gjak. Prandaj na kanë ndihmuar edhe pak feja. Pse midis tyre kanë pas mundësi për të jo feja, por elementi religios që ka pas mundësi për të ushtruar edhe disa njerëse për këtë land. Pse kur erdhen arbëreshët shqiptarët në Itali, ishin ato pashkolluar. Për ata ishte vetëm një vazhdimi gojore. Prandaj sot kemi edhe pse pyetësh për sot apo sot e kemi disa vepra shumë e rëndësishme që kanë par dritë. Si ku me them. Kemi këtu, në fakt, du... Sola vetëm për ilustrim. Du libra që na tregojnë se ne jemi me kulturën, me gjuha, me letërsinë, me gjuhësinë edhe për tradita shumë. Ne mbledhim edhe prallat, kemi këngat të vjetra, më shumëta janë për të kujtuar adeun. Adeun edhe të reja tani. Unë për shembull në fillim e gushtit isha juria teknike për festivalit e këngët arbëresh në Kalabri. Me shumë ndere kam bërë edhe këta, pse 20 vite janë që punoj dhe vazhdoj për arbërishtja dhe për shqipja. Ka një kolorit shumë të bukur e gjitha ato veshjet e juja që i ruani, i prezantoni her pas here, kur keni data të rëndësishme, kur keni ndonjë festival, kur është shumë më shumë se natyrshme, po është paka shumë edhe mundimshme. Jo për juve, sepse ju vini nga një familje që rënjët i ka tek arbëreshët. Dhe më thatë aty tek pinim kafe që babai juaj është arbëresh. Po, babi im është arbëresh. Në të vërtetë unë e kam mësuar gjuhën prej gjusha, pse si kam thënë, pse ajo rinte gjithmonë me mua, ashtu që më fliste arbërisht dhe më ka dhënë ki trashëgim, ajo më dha. Po prandaj edhe me babi unë tani flas disa herë edhe arbërisht. Nëna ime është italiane, për ata që nuk është gjuha e shtëpisë, por unë ndjej shumë
Është gjuha që ti gjuha je po, rritur me të. po, kam rritur me të. Edhe pastaj e kam vazhduar edhe në universitet shumë. Për fustanet që Me kemi, gjithë kolorite kostumet, janë. ato me ato ngjyra janë fustane martesës. Pse kur isha më e vogël, se tani pak trashëgime të rinj të nuk veshin ata Sigurisht, për të rinë në shtëpi. Edhe pse nuk është i thjeshtë të mbaj atë fustan tardita që është i ka randë. shumë Unë e ka pas 3. Sa po isha 3 vjeqe, në gjusha me bëri, pastaj 11, 11, dhe tani kam një që përdoret e tani, kur shkoj me grupe folklorike, folkloristike, po. Dhe varet nga katundet, fshatet. Ka dikush që i punon ato, Emilia? Po, është për mua e ka përgatit një grua që tani është pak, por është një në fshat që e mësoj nga jo. Tani ka filluar edhe. Shumë shtrenjtë janë, pse është, po, petka, materiali është silk. Pambuk? Silk. Seda. Është edhe pambuk s'kemi vetëm këmisha poshtë dhe pjesa prapa, por ato edhe rikami ishte me arë. Qëndisën ato. Po, qëndisën me ta. Po. Prandaj janë të shtrejta. Po, prandaj janë të shtrejta. Kur isha më e vogël, kisha disa hala e babit që, po, isha, dhe hala e babit se vishje. Po, kjo rrinte në shtëpi, e kishë me ngjyra thjeshtë, si e jemi na. Vetëm petka që janë ato. E kanë coha, suta coha, e ka linja, pastaj ka misola dhe gjipuni. Kesa që fët në flokët dhe cinturini. Ashtu e kemi ne. Shumë e bukur kjo. Po, Emilia, cila nga fjalët Arbreshet ka intrigu mas shumëti, ose ty të pëlqen mas shumëti, që ti, dhe me thënë, edhe e përdor, se kur të pëlqen edhe e futën fjallorin kështu. Një fjalë? Ka ndo një fjalë që të pëlqen shumë të Arbrishtja? Mal. Mala e keni edhe ju, është për dashuria, po, është për dashuria edhe për nostalgji, apo? Më vjen kjo fjalë. E kanë ruajtur Arbreshet mallin për vendlindjen, edhe Zefserembe ka një poezi me po këtë titull. Me këtë titull? Mali. Mali. Me sa duket në e kujtoj është Arbreshet mata ndetit na kujtojnë se ne të hua jemi të këdhe. Shumë vjetë kaluan, e zemra nuk harron që turku na la pa më mëdhe. Po. Është e dhimbshme. Është e dhimbshme, shumë. Është shumë e dhimbshme, po është një krenari e ndërtuar brenda kësaj dhimbshme. Unë tash kur të shoh ty nuk më duket e dhimbshme. Emilia, a mendoni që Arbreshet e kanë ruajtur gjuhën, e kanë ruajtur kulturën, e kanë ruajtur me xhelozi, edhe nuk e kanë pasur të lehtë. A është gjuha një bazament për të ruajtur një identitet? Po, patjetër. Patjetër. Ndodhi në midis Arbreshet diçka e veçantë, pse disa fjala ato i kanë marrë nga Shqipja dhe ja kanë fut mbaresë nga italishtja dhe ja kanë but mbaresa Shqipja. Po. E kemi një fjalë për shembull penzoj, se ka kuptimi mendoj, se e ka marrë pensare nga italian dhe e kanë fut pensoj. Por ata, babi thot, u pensoj. Veçantë këta, se e kanë marrë prestiti, edhe e kanë rritë rënjën. Po. Për ta vazhduar mande fjalën. Po, disa herë nuk e kemi fjala të sotme, pse ishin Arbreshet
në një jetë ndryshe nga këta. Zhvillojnë, ne e dim se gjuha zhvillon si Po, koha. zhvillohet si që shka Apo, nëse ti e kufizur atje, të duhet diçka për të zhvilluar. Okej, ne kemi shkipja, por në fillim ishte vetëm gojore, s'kishin mundësi për të krahasuar me shqiptarët për të mësuar fjalë të reja. Për shembull, ne për bashkia kemi komuna. Po, unë e di se edhe këtu përdoret, por komuna Në arbreshet Shqipëri më shumë përdoret bashkia. Po, por komuna, arbreshet e kanë marrë nga italishtja. Po, shqipja me që është gjuhë e gjallë, do të zhvillohet tutje, edhe nuk mundemi ndoshta që të gjitha fjalët i kemi shqip, përderisa jetojmë edhe krahas popujve të tjerë. Emilia, në një kohë kur shumë gjuhë të vogla rrezikojnë të zhduken, a mendoni që edhe arbërishtja nëse nuk kultivohet, nëse nuk do të përforcohet institucionalisht, rrezikon të humbas? Problemi e globalizimi, këtë problemi kemi pak gjitha, po? Edhe atje më shumë se këto vendet janë fshatet të vogla. Po. Dhe nuk ka mundësi të punoj shumë, nuk ka punë për ata kërkesa që kanë. Ashtu që njerëzve lëvisin, edhe martesën janë mikse, kombinuar, për ata pak humbet. Kemi një problem. Në Itali është një ligje që ruajn pakicë minoritare, gjuhësore, kulturore, historike, është ligja 482 e vitit 1999, por shteti nuk e ka institucionalizuar, ashtu ne nuk e kemi në shkollë lënda arbërishtja ose shqipja. Ne punojmë mbi projekt. Ashtu bëjmë projekte për gjuhën. Unë personalisht e kam bërë në shkollë, në fshatrat, por studentët kanë pak orë, nuk është kurrikularën. Këta pak të pengonë. Shteti. Shteti. Më i forti. Qeveria. Emilia, çfarë humbet një popull kur i humb një gjuhë dhe çfarë humb bota kur zhduket një gjuhë? Një popull kur humbet kur humb gjuhën e vet. Ronjat. Humbet edhe ronjat, apo? Se gjuha shumë e rëndësishme për trashëgimin, të mendoj. Shumë. Dhe është edhe po aq e rëndësishme edhe për botën kur e zhduket një gjuhë. Tham, jemi në një kohë kur gradualisht me kohën kanë rrezikuar disa gjuhë dhe të zhduken. Po. Nuk do ta doja që shqipja ta kishte këtë fat. Jo. Sa ka ndikuar arbërishtja në ruajtjen e kujtesës edhe identitetit kulturor? Në përgjithësi? Përgjithësi, edhe këtë tek ne. Edhe kur ruhet atje, do të thënë, një pjesë të studiuesve punojnë, kemi disa profesorë që kanë punuar dhe ligjëruar në universitete. Ti thash më herët, më shumë persone, njerëzve që jetojnë, që janë arbëreshe, nuk din as me lexu, as me shkru. Po tani, është një ekip mjaft interesant, të madh që filloi ta punoj edhe këto vepra që na kanë lejuar trashëgimet, këto intelektuale që ishin arbëresh, kanë punuar shumë dhe na kanë dhënë tani mundësi për të zhvilluar këtë pjesë e kulturës që gjuhët tanë nuk ishin akoma. Shumë e rëndësishme është tani kjo, pse është interesant nga ana sociale, sociolingvistike, lingvistike, edhe zhvillimin. Tani kemi mundësi për të shikuar në realitet cili është zhvillimin prej gjuha e 1800 dhe kjo tashme. E kemi për këtë punim, e kemi shënuar se akoma e kemi edhe kallëzorje, pse italishtja nuk e ka, si thuen,
Nuk më vjen fjalla për gjinore, shtatore, po. për... Okej, ne e vazhdojmë akoma kallëzore shquar. E kjo është shumë e rëndësishme për punimet gjuhësore. Po çfarë vendi zë në identitetin arbëresh figura e Skënderbeut? Është thjesht një figurë historike apo është vet identiteti shpirtëror? Çdo fshat arbëresh ka një statuje e Skënderbeut. Vërtet. Edhe në Kosenca është. Kosenca është qytet italiane, po është provincia e gjithë këto fshatet. Në provincia Kosencës ne kemi 21 fshatet arbëresh. Është më shumë në gjithë Italia. 3 është një Sicili, ishin 5, po prandaj shkuan më 3. Është edhe në Basilikat, ashtu, por çdo fshat arbëresh ka Skënderbeu. Si janë marrëdhëniet mes komuniteteve, Emilia? Të komuniteteve arbëreshe? Ne lëvizim midis neve, më shumë për folklor. Për folklor. E kemi këto valet, që janë disa valet, vallëzimet të vjetra, që bëhen në për fshatat nga periudha ndryshe. Për shembull, fshati im është i pari shtunë i muajit i majit. Për ata, gjithë grupet folkloristike e fshatat arbëresh mbledhin atje. Dhe pastaj, kur është në fshat tjetër, ne shkojmë atje. Për gjuha kanë dalimet. Kemi unë me profesor Gianni Belusho në Deri, që ka kaluar jetën, kemi bërë një llogarim për mënyrat që kanë në Itali për të shprehur po. E kemi numeroj 8 mënyra. A shumë. Për një popull aq i vogël, pse është arbëreshët në shqiptarët në Itali. Po, ruhet me gjithatë. Po. Me gjithatë. Dje keni në seminarin për ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ju vini rregullisht, Emilia, edhe pse jeni studiuese, edhe pse flisni shumë bukur shqipen. Keni patur një kumtesë apo një punim dje për Luca Peronën? Po, unë vi sa moti, ere për që erdhe në Kosovë, ishte në Prishtinë, në të vërtet, ishte 2003. Po, nga 2003. Shumë, po, nga 2003. Keni ligjëruar gjuhën italiane në universitet, apo jo? Në universitet kam studiuar, kam ligjëruar, në Universitetin e Prishtinës, po. Gjuha italiane, du vite. Luca Perone është një ndër poetët më të rëndësishëm bashkëkohor arbëresh, apo jo? Luca Perone ka prejardhja nga Janina, si është në provincia e Kosencës. Ai ka mbledh disa tregime arbëresh, e bëri një bodim për këtë dhe shkruajti shumë poesit. Këto e kam mbledh disa mbledhje, ka Dërudës, Lule Shkëmbi, dhe unë dje e kam propozuar disa vargje që flasin për ngjyra kaltërt. Se është pak një që kam sensorial, diçka metafizik. I kaltërt ai e ka për qielli, për detin, për ujë, për liqeni, po. Kam ban një referim mbi Luca Perone dhe pjesa e kaltërta e pozitiv. Luca Perone nuk jeton më, ka vdekur 1984, po ka lënë një tufës me poezi shumë të bukura, unë e zgjodha një për të ilustruar këtë emision. Po vjen dita e re. Shpresa. Te i huaj. Më falni. Shpresa, thash, vjen dita e re. Vjen dita e re. Ka disa fjalë, Emilia, që unë në këtë libër nuk i kuptoja. Ishin disa fjalë arbëreshe, sigurisht. Do të më ndihmosh nëse këtu gjendet edhe një fjalë e tillë. Tek dheu i huaj kurron një pikëlluar, ndjej rrënkimin e të shpruar të mëmëdheut. Ndë të ndër para syvet kam pluhurin e kuajvet, si re ndër qiell. Shkëndilat e shpatave si ys të natat pjellët, të heronjve të lasht,
dhe të Skënderbekut. Nën Porseksenj, shëmbëleza jote e bukur, o më mëdhej. Po vjen dita e re, o e bukur arbëri, është afër koha që te gola jote mburon gas, dritë e liri. E gjaku i shprishur me mua gëzon, se fjamuri me dy krera, te kallaja krujës i lirë do valon. Kjo poezi është e gjitha mallë, Emilia, kjo fjala bukur që ti e do. Po, Porseksenj. Që të thotë kjo fjala Porseksenj? Porseksenj. Nën Porseksenj. Që nuk të kam afër. Nuk të kam afër, në Porseksenj. Do me thënë, nuk të kam afër kur shëmbëllen drita jote më mëdhe. Luca Perone, ujvar, lë të ngrirë. Po. Bukur shumë. Ka dhe poetë të tjerë bashkohor, Letërsia Arbreshe tani që shkruajnë, që kultivojnë, që botojnë. Po, kanë botuar disa të re, është ka botuar diçka disa poesit, ka shkuar edhe ai Gianni Beluscio, edhe Pino Cacozza, po kanë edhe në Sicili, Zef Schiro Di Maggio, po kanë edhe të kojtashme. Vazhdojnë të arruajnë. Po, vazhdojnë të arruajnë. A duhet jetrujtja arbërishtës vetëm detyre familjarve, vetëm detyre komunitetit që jeton aty, apo duhet institucionit ta vë pak dorën? Po, duhet. Pse nëse nuk ka punë, si mund të rinë atje njerëzve, e si mund të vazhdojnë të mëson këta. Po, ato e kanë në shtëpi, por është vetëm folme në shtëpisë. Duhet të ndihmoj dikush. Po fjalorët arbërisht shqip në shkolla prej nga cila klasë mësohet arbërishtja? Ka ndonjë shkollë asnjëherë? Nuk ka, po ka ndonjë kemi këto projekte, po janë ekstra kurikulare. Ne fillojmë edhe në kopshte kemi bërë. Në shkolla filore, po, por ne kemi, por nuk është enough. Është vetëm një dorë, është vetëm një dorë, Emilia. Është diçka, por jo shumë. Kam dëgjuar, nuk e di në është e vërtet, po ti do të ma thuash tani që keni hapur edhe një valë, keni një frekuencë radioje ku do të Po, është e vërtet. Më në fundit, pse ish projekti i ligja që kam thënë prej në 1999, e se ki është i pari vit që kemi televizion dhe radio në Itali ka bërë. E është një emision që do javë. Ke ndonjë kujtesë kështu që të kam betë ndonjë fragment gjatë shëtitjes tënde në për këto viset arbreshe? Kujtën diçka? Si studiuse kur shkon të atje dhe i viziton ata, si të presin, si... Ka diçka që të kam betë në kujtesë? Po, ku shkoj të fshati ime, është shtëpia ime. Po, e kam... Qka të fqinjët për shojnë ty? Erdhe, shtëpia hapur. Shtëpia hapur, dera hapur. E thoni dera pa port? Dera. Po, kemi dera. Se dhe ne këto themi der, andaj të vetë port. Port, po? Nuk e kam dëgjuar këtu port. Të thene dera, jo. Interesant. Jo, atje është porta. Do thonë ante portas. Për te i kufirit. Emilia, ti do të rish derisa të mbaroj? Po, deri në fund, po. Edhe pse udhëtimi është mjaft e gjatë. Po, mu më pëlqen të rishtu këtu, pse unë kam shumë shoqe, shokët, e kam e dua shumë Prishtina, jam shumë lider me këta, po, shetitim, po, kemi të një ekskursion në Prizren, edhe qytet shumë e bukur, por edhe udhëtimi shumë e gjatë.
Për ata për pak ditë nuk ja vlen. Jo. Po, do rije deri në fund të darkë lam turisë. Edhe do të shkosh atje që të na vish prap me suksese të reja, Emilia. Faleminderit shumë. Unë jam shumë e nderuar që të ishe sot këtu. Edhe unë. Nëse arbreshët e kanë ruajtur gjuhën e tyre, e kanë ruajtur, jo vetëm gjuhën, e kanë ruajtur një copës Shqipërie prej 5 shekujsh, më shumë se 5 shekuj. Po, 6 Të shpresoj që ne do ta ruajmë në 500 vitet të ardhshme. Po. Bashkë me juve. Faleminderit. Faleminderit juve. Punë të mbar, suksese të reja.